këndshëm. Duket se do e bli edhe unë një. Kështu makinash duhet me bli. Qoftë se kjo është mjaftueshëm e mirë për Jeremy Clarksonin, sa ai e ka mori kështu. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini video në radhës. Nuk kemi te këtu, akoma s'ka arrit aty ku duhet për t'i bërë review, po kemi gjohë shumë bukur, shumë të veçantë, duket pak të mrapa. Bom i Jaguar XR, tash kemi gjohë akoma më të lezetshme. Kemi F-Type-S, është i veçantë, jo F-Type-S standard. Kjo është e 2017-ës, nuk është edicion standard, kjo është versioni British Design Edition, versioni S, që është me 380 kuaj, ai që është bazë ka qenë me 340, po nuk ka pas këtë lloj opsioni ai. Kjo British Design Edition ka qenë edhe te R-ja me dash, po kjo është S-ja, 3000 supercharged, shumë makinë e bukur, edhe bishti spoileri që ngrihet. Kanë me marmitat central të mëdhaja 2 copë, kanë pas 2000 benzin me 1 tek, që ato s'ja vlen fare, edhe me 4 2.2 anej më të vogla se këto, normal që ka qenë R-ja ose V8-a në fillim fare ka qenë V8. Këto kanë dalë 2014 në fillim edhe kanë zgjatë prodhimin deri në 2024. Kanë dalë si kabrio në fillim, ndryshe nga modelet e tjera që zakonisht dalin kupe, kështu që është e stilume që të jetë e bukur shumë edhe kabrio. Se zakonisht to që janë dizenjuar me kupe, momentin që fillojnë të bëjnë dizajnin për të kthyer kabrio, u prishën ca gjona, nuk ngjajnë aq bukur, kjo ngjaj perfekt. Edhe kështu, edhe me pjesën lart të mulume, po kështu ngjaj shumë e bukur. Është ndër V6-at me zhurmë më të mirë që kam gjuar herë, ndër më të mirat në botë në fakt që ka pas dalë. Shumë makinë e veçantë, shumë e bukur. Për herë Jaguari ka pas makina të bukura, po me këtë duke menduar që kjo është zëvendësuesja e XK-s, në fakt. Megjithëse XK ka qenë pak më e madhe, ka pas edhe dilje mrapa, po kjo është si zëvendësuesja e saj edhe XK është shumë e bukur, shumë e bukur. XK është si Aston Martin, shumë e bukur edhe nuk është se e kanë prish me këtë, shumë makinë veçantë. Edhe diset shumë bukur, e ka i zeçe, frenat e mëdha. Edhe pse është versioni S, frenat i ka të mëdha sa R-ja, njësoj. Marmitat i ka me valvull, dhe e shohim pastaj me valvull hap dhe mbyll se si bë zhurmën, edhe spoilerin që ngren edhe me buton, po edhe ngrihet automatikisht masi shpejtësie të caktuar, to side skirtsat shumë bukura e pasa. To llackat anësore i ka jo British Design Edition, kaq dalë me kaq të bukura, të tjerat si kanë kaq shumë. Se është e zezës duket shumë, po kështu nga afër duket goxha, edhe ja ndryshon pamjen. Edhe këtu çamet nuk i ka fake, i ka tamam për të dalë nxehtësia, i ka plot që i bën fake. Për shembull ato G-klasat Brabus që i shihni aty, që e kanë atë tapmen as lidhet fare poshtë në motorin e kodës sa për dizajn. Tani ta shohim me motorin, kjo e ka si Jaguarat e dikurshëm, që i hapet shumë nga para. Për herë kam pas shef këto makina, më duken e vështirë për të punuar to. Po sigurisht pamjen pak më ndryshe se që na mësua zakonisht. Si Transformer me hap edhe atë tavanin kështu në të njëjtin moment, krah të kundërt. Ky është 3000 supercharged. Si blok është i bazuar isoj si 5000-shi, vetëm se ky i mungojnë 2 cilindra, se kanë bë. Është 380 kuaj në këtë rast, 340 është te i ulti, tork ka 480 Nm. Jepi. Hapi të qi. Është motor i fuqishëm, sidomos këtë makinë, që është makinë e madhe. Kjo është përdorur gjithanej, pastaj edhe te Range Roverat ka pas. I njëjti motor është përdor, edhe te Forestraddat F-Pace e ka përdor Jaguari edhe atje. Ka përdor Jaguari, Land Rover ka përdor gjithanej këtë si motor. Nuk është motor i keq, krahasu sidomos me ato 2000-shat Ingenium, ato s'bën fare, ky është më i mirë se ato. Po te këto makina është edhe më pak problematik se njerëzit lidhin me Range Roverin, edhe aty ka më shumë probleme, po është makinë me ronda ajo, 2 tonë e ca. Këtu është makinë më e vogël, se ka shumë probleme. Kjo është e re, herë shumë pa kilometra, është herët për t'i pa problemet, po motori fort është. Ja dhe këto çamet këtu, për të nxjerrë nxehtësinë e ajrit. Si pozicion është këtej e mrapa, pak a shumë. Jo si BMW-ja, BMW ka akoma më të fut, po jo si Audi që ka në turi komplet, se kjo e ka turi të vazhdojnë akoma.
Tani të shojmë edhe interiorin. Që jashtë kjo është me Let's Go, po këtë dizajnin për që hapet bereza kështu ka qenë e para besoj që e kanë zjarë. Boxet Meridian Surround Sound, me qepje këtu, me qepje këtu lartë, sedilet elektrike, me memorie, me lambar support, me këto këtu që me të majnë më fort. Do më thonë, i ka gjitha, se këto baziket, si kanë, ka dhe thjesht me këto para mrapa edhe anash, që i ka gjitha. Tu e ke sën. Është shumë poshtë, shive, sa poshtë i ullë. Timoni është i rës, me Alcantara këtu. Plus minus atë pedal shifter është më këtë ngjyrën si bronz, shumë e bukur. Kjo është me kamio ZF 8 marshe. Që sa kilometra, 16.000 kilometra. Akull, lëkur edhe këtu lartë. Tu ka air ventat që ngrihet kjo, do e shohim pastaj. Tu ke gjithë të kontrollerat është me touch. Edhe këtë klime se ka të lezetshme, do e shohim pastaj. I ka me të klikume, ndryshon të shpejtësia e temperaturat me të shtypme. Tu ke modes ndryshme për ta ndryshuar dinamik, race, përbor për komfort gjitha. Frenat e dorës, auto stop starti, spoiler i bishti mrapa, marmitat me valvlat, kontrolli stabilitetit off, edhe pjesa e kabrios, për ta ngretë, për ta mbyll, për ta ul. Volumi, kjo është ajo cigares, edhe marshi, start stopi edhe kjo bronz, shumë e mirë, ka dhe këtu handle-in për të majtë pasagjeri. Rrypat janë vut kuq, po i shkojnë, se ka dhe qepjen e kuqe, shumë e bukur, shumë veniratshëm. Normal kjo s'ka vend fare mrapa, nuk është dizenju as për të fut gjona, është bo tamam për 2 persona për të knaq, shumë ambient i mirë. Normal to timon multifunksional edhe me ngroje paska, që janë to limitator edhe cruise control i ka të gjitha. I ullë shumë poshtë, eksperiencë ndryshe. Kanë përdorur materiale të mira, lëkur këto pjesë që duken kështu si tip fiber karboni, po pastër. Kjo në fakt është tepër e re për ta gjyku, po nuk është se janë të këqija, edhe çka kanë pa tjera me më shumë kilometra, nuk është se është prish shumë interiori. Artenis, qatë ka shty drejt Jaguarit si brand edhe drejt këti F-Type S konkretisht si model? Jaguarin pëlqen nga stili si ndërton makinat. Mendoj që është makinë që ka sportive në brenda, klasiken, seriozen, sportin. Besoj përfshin të gjitha në një makinë. Cili ka qenë Jaguari parë që ke marrë? Që të ka bo ty që të bish në dashuri me Jaguarin? Jaguari parë që ka marrë ka qenë S-Type, ka qenë motor 3 mish benzine. Ka qenë aspirata ata? Po, ka qenë vitit 2004. Po? Mua më pëlqen zolli i Jaguarit. Që gjithë? Se ky ka qenë, ky Jaguari S-Type ka qenë bazum të cila makinë amerikane, ka qenë në share shasi e ngjashme me Lincoln duket. Ka qenë pronësit Fordit atëherë, mos gabofsha. Jaguari ka bashkëpunuar me Fordin vetë për motorët. Po pra, edhe ky 3000-shi i asaj më duket ka qenë i ngjashëm me të Fordit, më duket. Po atë ke pas ndër të parët, i parit më thonë që ke pas. Pas ati? X-Type, XF, disa X-ja. XF-n qa motori, 3 naft? 3 naft, biturbo. Atë me 270 cakuaj apo me 300? Atë me 270 cakuaj. Qa mjedi. Se kom qunë se? Po. Si e në shetë. Edhe 4x4. Shumë e mirë frena. Shumë makine mirë. është makinë që manovrohet shumë këndshëm. Duket se do e bli edhe unë një. Se s'ka mas i kabrë, kam menu për SL-ën, po kjo... Qofë se kjo është mjaftueshëm e mirë për Jeremy Clarksonin, se ai e ka mori kështu. E ka bli me lekë të veta, jo të kompanisë, jo të sponsorave, po e ka të bardhë, bazikaj, se ka asë me 380 kuaj Jeremia. Edhe ka thonë që është super makinë, s'ka mora as 5.000-shën, besoj e di i gjo më shumë se ne tjerët ai. Kjo s'ka nevojë për 500 fare me... Aha... Atë qa mjeti.
F6 më të bukur. Fabrike, jo... Po standard. Jo e modifikume, stok. Ja, kështu makina që duhet me ble njerës. Kështu makina që duhet me ble. Jo së 350 me luka më gërë, kështu. To kanë lezet. Edhe kemi shumë pak kabrio, sidomos kabrio. Ne na vend që kena deal më shumë se gjithë të shtetet e tjera. Edhe s'kena kabrio, më menja më pak se gjithë shtetet e tjera në raport me makinat. Anglia ka numrin më të madh të kabrive në botë. Në lidhje me popullsinë, me numrin total të makinave, që sa diell kanë ato. Qa mjeti. Ka lezet. Ka lezet. O, qa makina. Sa shpejt përgjigjet. Direkt ka lezet superchargeri. Direkt sa jep gaz, direkt përgjigjet. Kjo lërin mrapa. Bravo të qoftë për zgjedhjen. Edhe për tjerat që ke bo, edhe XR-ja ishte e mirë, kjo është më e mirë. Kjo e ndjen tamam emocionin e makinës sport. Shumë makinë e mirë, shumë. Seriozisht kam menu për një kabrio, kam menu Selet 55 me M113, kompresorë ato kanë fuqi më shumë se kjo. Pa ata e let down kamera, është nga dalë. Kjo ka kamion modelin quick shift, Po, që i merr masë të shpejt. Ashtë, që ka shumë e mirë, shumë e mirë. Super mjetë. E një gjohë këtë superchargerin, këtë winding noise që e bo. Shumë amortizim s'duket keq, këne kena të sporti, mirë është. Jepi gasën të një. Ka pak të po. Është si stereotip i gabum dhe i diku, po i gabum që këto makinat angleze në përgjithësi, Jaguar Land Rover që janë bashkë, janë shumë problematike, jo është vështirë për të gjetë pjesë. Ty si ke pas në eksperiencën tënde? Unë kam qenë qeshor që kam marrë këtë makinën, Po, me thënë drejtën jam dashuru dhe e përdor për ditë. po. Po thuaj e përdor makinë për ditëshme. Të ti ke morë me 12.000 ke po 4.000 kilometra kësaj. Po, Edhe s'ke pas asnjë problem? absolutisht. Fare. Do që makina shumë mirë. Qa makina. Shumë mjetë. Edhe në këtheje sa... Shumë makinë e mirë, shumë. Që mollin e ka të mirë, dhe ka të fort, shumë, direkt. Shumë. Këto të rejat janë bo... Që ka elektrik apo hidraulik? Kjo ka elektrik, kur e çon në Elektrik. rejs, ne mund ta ndryshojmë këtu ta bëjmë edhe të lehtë këtë. Jo, se duhet ledun, po... Po, e E kemi. pas ka mirë për Po. elektrik, ka feedback, se elektriku s'ka hiç zakonisht. Duke I ka të opsionet aty. Edhe e shpejt është goxha, nuk është se 3 misha dhe Seison, edhe 5 misha dhe jetë raket fare, po edhe kjo shumë e shpejt. përgjigjet shumë mirë, përgjigjet në kohë. Po, direkt të përgjigjen e pas ka edhe downshiftin e bo shpejt, po supercharged prap përgjigjet, s'ka kjo as turbo lag as gjë. Mos na ike fare ajo.
ta bëj qik shu kjo. Po, buffering, zhurë, bëj qik. Po. E frenove jeshu. Të shpresoj që avash të fillen njerëz me eksperimentu pak dhe me ndryshu pak këtë trendin që mojnë vetëm makina që a sugjerojnë tjerët ose që mendojnë se janë të forta, se makina nuk është thjesht për të qenë fort, nuk jetojmë në Sahara, që duhet patjetër Toyota aty se s'ke as servis asgjë, morësh makina që i ke qef dhe vetë. Mu për vete, më ka pëlqyer shumë, besoj është dallu edhe në video të pjesët para. I kam pas qef si dizajn, me thonë drejtën, bukura shumë janë për t'i pa. Kam pas qef edhe X-kën, e këty në X-kërën që ka qenë për para. Po kjo i ndërthur edhe ato linjat klasike në pamjet Jaguarit, po edhe gjonat moderne, se kamin e ka shumë mirë, gjitha gjonat i ka moderne këtu, po prapi e Jaguari me makinë pak më klas, pak më lartë si nivel se makinat e thjeshta, se mund morësh kabër edhe Audi A3, dysh naft, po s'ka lidhe me këte. Shumë e mirë në manovrim, shumë e mirë në gaz, në përgjigje, shumë i befasum jam. 3 mishi supercharged, mëse i mjaftueshëm për këtë lloj makine, se makine e vogël është, 5 mishi deri akoma më bom. Ka lloj kategorie, më parë kisha marrë këtë se i SL të njëjtit vit. Tash Ardenis na thujti nga eksperjenca jote për Jaguarat, e nisim që te këto luksos XJ, se ne kena qef luksin më shumë, edhe ato duken si të levërdisme, se nuk para janë shtrenjtë, janë lirë në fakt për makinën që është. Se ti ke 2-3, sa ke pas ashtu. Qa duhet në pas parasysh, qa është ko gabim me to, qa duhen për të mirë mbajt? Tani, makina është diçka që personifikon njeriu, mendoj unë, dhe ku njeriu gjen veten e tij. Po. Unë kam gjithë veten këtë Jaguari, mendoj që është makinë shumë e mirë në aspektet që makinë e sigurt, makinë që ofron komoditet, por ndryshe nga makinat e tjera, ndoshta që janë mësuar shqiptarët, gjermanet apo të europianet, këto duan ndoshta pak më shumë mirëmbajtje shërbim. Po. Duhet të jesh pak i kujdesshëm me vajin, me pjesën e ujit, duhet të kesh pak kujdes dhe si makinë pastaj funksionon shumë mirë. Nëse vje korrekt me vajin, me sistemin e ftojës, ujit, kulantit. Po nga pjesa elektrike, se këto zakonisht edhe për pjesën elektrike ka qenë pak si defektoze, si puna Land Rover dhe Range Rover. Unë kam shumë vite që përdor, mund të kem 15 vjet që përdor vetëm Jaguar dhe problemet elektrike po them nuk kam pasur fare. Këto mendoj që të vetmi problem që mund të kenë, mund të konsiderohet, është të jesh shumë i kujdesshëm të ndrosh vajin në kohë dhe vajin të ketë sensor, vajin e dur, sepse nuk tolerojnë të kjo pjesë. Nga që janë makina që kanë pak performancë dhe nuk tolerojnë kjo vaj. Po shqiptarët janë mësuar të hedhin lloj-lloje dhe pastaj hasin probleme. Po fix, po se fut atë vetën, i jep arsye për pas probleme. Tim dhe nga eksperienca, do nga eksperienca, janë makina shumë forta. Domethënë ti sugjeron si makina, ja vlen përderisa unë i marr vet, normalisht që fix. Se di tash, shpresoj ta njohni këtë lloj këshille, edhe shpresoj more na njohni ndaj Jaguar. Tash XJ 220 është pak zor ta gjesh po. Po, inshallah i vjet dita dhe asaj. Ta bëjmë. Po, mirë është me pas përgjithësi, me ble makina performance, makina edhe si puna kësaj kabrio, që ta shijosh makinën, që ke ble me lekët e tua, po të paktën të kënaqesh jo vetëm mjet transporti. Tash para se të më thoni komente që duket i vogël krau, ka ishte një vjet në palestër. Së më shaka. Shpresoj duke të pëlqyer video, ju uroj gjithë mirat, ecni me kujdes, nëse s'keni bërë subscribe bëjeni, edhe blini sa më shumë Jaguara. Falenderoj Artenis edhe ty që më dhe makinën tate, F-Type-in S, po edhe XJ-ën herën e kalume. Ju përshëndes, mirupafshim.